Përshëndetje dhe është një rrugëtim vërtet i mrekullueshëm ky që kemi nisur. Ju falenderoj nga thellësia e zemrës time për angazhimin që keni pasur, për mënyrën se si ju keni zgjedhur numrat tuaj të preferuar dhe më bëhet shumë qefi që jeni këtu për të parë se cila është kuptimi i numrit 12 të zgjedhur nga Vera. Vera, të përshëndes dhe faleminderit që more kohën tënde për të komentuar dhe të falenderoj gjithashtu që marr tashmë kohën tënde për të ndjekur pikërisht të video. Shpresoj të të pëlqej. Sipas radhës librit Magjia, numri 12 është njerëz me aftësi magjike. Por doja të ndalesha pak te numri 12, pasi ka të bëj me rregullin kozmik. Numri 12 mund të konsiderohet vërtet si numri i perfeksionit. Është edhe vet Jezusi që zgjodhi 12 dishepuj të tij, pra për të vendosur rregull. Dhe çfarë bëri? Të gjithë këtyre 12 dyshepujve ju dha fuqi magjike, ju dha fuqi të mrekullueshme që ata të mund të bënin mirë, po aq mirë sa bënte vet Jezusi. Pavarësisht se një pjesë e tyre, ju e dini historinë, e tradhtuan dhe lanë anën njerëzore të merrte më të mirën e tyre dhe ndoshta nuk u ngritën në nivelin e detyrës të cilën ju kishte caktuar Jezusi, por fakti që të 12 këta dishepuj kishin këtë mundësi të jashtëzakonshme për ta bërë njerëzimin të mrekullueshëm, është vërtet e mrekullueshme dhe 12-a është me të vërtet numri i rregullit kozmik. Dhe për ta përforcuar këtë, do të lexojmë pikërisht se çfarë na ka thënë Rhonda Byrne për numrin 12 dhe ka cituar pikërisht Albert Schweitzer. Është fitues i çmimit Nobel dhe filozof si dhe mjek e misionar. Vjen një çast kur drita jon shuhet dhe pastaj rindizet nga shkëndija që të jep një njeri tjetër. Secili nga ne duhet të përulet me nderim të thellë ndaj atyre që kanë ndezur brenda nesh zjarrin e një pasioni të caktuar. Kur kemi të bëjmë me njerëz me aftësi magjike, nuk do thotë që ata njerëz do të vinë tek ju dhe do performojnë magji, pavarësisht se shumë pretendojnë që arrin ta bëjnë këtë gjë. E kam fjalën për ata njerëz që vërtet munden të, me një fjalë, të ndryshojnë mënyrën se si ti mendon, të rrisin, të t'japin mundësinë për të parë perspektivë, për të parë në një këndvështrim të ri, pse jo edhe gjithë jetën tënde. A keni ndonjë njeri ju që e ndjeni se vërtet ju ka ndryshuar jetën, ndoshta me një fjalë që ka thënë, ndoshta një mentor, ose ndoshta një person që ju udhëheq çdo ditë për t'u bërë një njeri më i mirë? Unë personalisht mund të them disa prej tyre dhe jam thellësisht mirënjohëse që i kam pasur. Janë njerëz që më kanë ndryshuar për mirë, më kanë rritur. Janë njerëz që kanë qenë ndoshta mënyra se si unë jam ngritur pikërisht në ditët e mia më të vështira. Mund të kenë qenë profesorët e mi në shkollë, mund të kenë qenë miqtë e mi sigurisht, ose kanë qenë edhe njerëz ndonjëherë edhe krejtësisht pa njohur që thjesht mund të më kenë dhënë një këshill dhe ndoshta me atë qetësinë ose me atë misticitetin e tyre, nëse mund ta quaj kështu, janë larguar po prap nga jeta ime, por thjesht më kanë ndihmuar në ditën time më të vështirë që të jem një njeri më i mirë. Pikërisht për këta njerëz magjik do flasim sot, do të shpresoja vërtet që në një moment ose në një moment tjetër, një nga videot e mia të ketë ndikuar tek ju kaq shumë sa një ndër këta njerëz magjik të kem qenë edhe unë. Në periudha të caktuara të jetës, kur kemi pasur më shumë nevojë se kur, çdo njeri nga ne ka përfituar nga ndihma, mbështetja ose mësimet e dikujt tjetër. Ndodh edhe që një njeri të na ndryshojë gjithë rrjedhën e jetës, duke na udhëhequr e duke na dhënë zemër ose thjesht duke qenë pranë nesh në çastin e duhur. Keni pasur dikë që ka qëndruar kështu për ju? Pastaj rrjedha e jetës na merr me vete dhe pa dashje fillojmë të harrojmë atë kohë kur ai dikush
bëri që jeta jonë të merrte një drejtim tjetër, shumë më të mirë se më parë. Nganjëherë ndodh edhe që të mos e vlerësosh siç duhet ndikimin që ka pasur një person i caktuar në një çast të caktuar të jetës tënde, derisa vjen kjo kohë kur kthen kokën pas dhe kupton që pikërisht ndihma dhe mbështetja e atij njeriu kanë qenë vendimtare për të ndryshuar e përmirësuar në mënyrë të magjishme jetën tuaj. A keni pasur vërtet një njeri të tillë? Unë personalisht më duhet ta them, kur e kam lexuar këtë libër dhe kur e kam lexuar edhe për ju, jam bërë shumë herë më e vëmendshme ndaj gjithë njerëzve të cilët më kanë ndihmuar, që më kanë ndihmuar më përpara që vazhdojnë të më ndihmojnë çdo ditë, sepse duke qenë se jemi njerëz social, jemi në kontakt me shumë njerëz gjatë gjithë kohës, sigurisht ndihma të tilla mund të vinë nga momenti në moment. E pikërisht për njerëz të tillë ndoshta kam mësuar pikërisht nga ky libër që të jem shumë herë më shumë mirënjohëse ndaj tyre. Dhe mund të them që janë shtuar. Ashtu siç ndodh me mirënjohjen, kur ti tregohesh mirënjohëse për diçka shtohet, dhe pikërisht janë shtuar njerëzit që me një fjalë të mirë mund të më ndryshojnë gjithë ditën, edhe jam thellësisht mirënjohëse për këta njerëz që më rrethojnë. Ai njeri mund të ketë qenë mësuesi, trajneri, xhaxhai, tezja, vëllai, gjyshi ose thjesht njëri nga njerëzit tuaj të afërt, por ai mund të ketë qenë edhe një mjek, një infermier ose shoku apo shoqja jote e ngushtë. Një nga ata ndoshta të ka njohur me atë që sot është bashkëshorti yt i dashur, por mund të jetë edhe dikush që ka nxitur interesin për diçka që sot është kthyer në pasionin tënd të zjarrt. Ndodh që një njeri fare i panjohur shfaqet krejt rastësisht e për një periudhë të shkurtër në jetën tënde, por ai mund të ketë bërë për ty diçka që të ka prekur në shpirt dhe të ka ndryshuar këndvështrimin ndaj jetës. E di çfarë më ka bërë të mendoj pikërisht ky libër? Faktin që disa njerëz vërtet të shfaqen në jetën tënde dhe vërtet të mësojnë kaq shumë gjëra, por ndonjëherë, dhe vërtet ka edhe raste të tilla, disa njerëz të mësojnë se si të mos jesh kurrë si ata. Pra, ka njerëz që janë kaq negativ në çdo gjë që bëjnë, sa ti ulesh dhe i thua vetes tënde, unë kurrë në jetën time nuk dua të jem si ky person. Dhe më besoni, edhe ata kanë meritën e tyre, nëse mund ta quaj kështu, sepse ju shihni një version tuajin në një univers tjetër paralel dhe thjesht thoni, oh jo, kështu nuk dua të bëhem. Por edhe kjo është merit e tyre, sepse nëse nuk do ta shihnit se sa e ndyrë ngjan tek dikush tjetër, ndoshta do doni ta provonit vetë, por kur e shihni, e dini që çfarë nuk doni vërtet, kush është limiti juaj, edhe ju nuk do doni kur ta shkelni atë limit. Dashurinë për librat, për gatimin dhe për bukurinë e natyrës e kam dhurat nga gjyshja ime, thot Rhonda Byrne. Duke më nxitur dashurinë për to, ajo ndikoi thellësisht në shpirtin tim dhe kjo i dha jetës time një drejtim të ri. Gatimi më kthye në një pasion që më ka shoqëruar gjithë jetën, kurse dashuria për librat më bëri që unë të bëhem shkrimtare. Admirimi për bukurinë e natyrës bëri që të vendosja të jetoja në gjirin e saj përgjithmonë, gjë që më ka frymëzuar për të shkruar. Gjyshja ime u tregua e vendosur dhe me vullnet të hekurt, më disiplinoj që të vlerësoj çdo të mirë në jetën time, sado e vogël që të jetë, dhe të mos harroj kurrë të them faleminderit. Në atë kohë mendoja se ajo thjesht donte që unë të bëhesha vajzë e edukuar, por se shumë vjet më pas e kuptova se këmbgulja e saj që unë të përdorja vazhdimisht fjalën magjike ishte dhurata më e madhe dhe më e çmuar që mund të më kishte lënë trashëgim. Ajo nuk jeton më, por unë vazhdoj të jem mirënjohëse për ndikimin e mrekullueshëm që pati në jetën time. Faleminderit, gjyshja ime e shtrenjtë, thot Rhonda Byrne. A keni pasur ju ndoshta një gjyshe të shtrenjtë, ose më mirë akoma, a jeni ju gjyshja e shtrenjtë që do t'i mësoni nipërve tuaj të thonë fjalën faleminderit, ta thonë vazhdimisht e ta thonë me qëllim të plot, sepse kur ne përdorim një fjalë me qëllim, ju e dini shumë mirë që atëherë ka shumë herë më shumë fuqi për të arritur atje ku ju dëshironi të shkoni. Pikërisht detyra që cakton numri 12 është që të gërmoni thellë në kujtesën tuaj për të gjetur pikërisht këta njerëz që kanë ndikuar për mirë në jetën tuaj. Uluni diku në një vend të qetë dhe vrisni mendjen për të kujtuar të gjithë ata që kanë lënë gjurmë të thella në jetën tuaj. Unë mendoj se një person që ka lënë gjurmë të thella në jetën tuaj nuk do të jetë e nevojshme që ta vrisni mendjen shumë,
por thjesht në varësi edhe të kohës që mund të ketë kaluar, ndoshta mund t'ju duhet edhe ju pak kohë që të kujtoheni për secilin prej tyre. Por mendoj që njerëzit që kanë pasur vërtet shumë rëndësi, ju do t'i mbani mend. Pasi të keni gjetur 3 të tillë, do ta filloni punën me secilin prej tyre, një nga një, duke imagjinuar sikur i keni aty përballë. Dhe filloni t'ju flisni me zë të lartë. Thojni secilit prej tyre arsyet pse i jeni mirënjohës dhe në ç'më mënyrë ndikoi ai ose ajo në jetën tuaj. Sigurohuni që ta bëni këtë ushtrim magjik me të tre brenda një sesioni kohor, sepse kjo do të bëjë që ndjenja juaj e mirënjohjes të thellohet. Po ta bëni këtë ushtrim me ndërprerje duke e shtrirë gjatë gjithë ditës, nuk do të arrini ta ndjeni mirënjohjen në tërë thellësinë e saj dhe nuk do të merrni rezultatet e dëshiruara. Ja një shembull i asaj se çfarë mund të thoni. Dhe për këtë na ndihmon Rënda Bjorn, e cila thot: Sara, nuk e di nëse ju keni një Sara që ndoshta mund ta falenderoni. Sara, dua të të falenderoj për mbështetjen dhe kurajën që më ke dhënë dikur që unë doja të bëja atë çfarë më thoshte zemra. Atë ditë unë ndihesha e humbur e nuk dija nga t'ja mbaja, por fjalët e tua të sinqerta jo vetëm që më prekën, por edhe më nxorrën nga gjendja e dëshpëruar. Ishin fjalët e tua ato që më nxitën të gjeja kurajën e nevojshme që të shkoja në Francë për të punuar si shefe kuzhine në trajnim. Ëndra ime është bërë realitet tashmë e nuk ka lumturi më të madhe se sa kjo që po jetoj. Dhe kjo u bë e mundur vetëm nga që ti dite si të më flisje dhe të më drejtoje. Faleminderit, Sara. Është shumë e rëndësishme që t'i përmendni arsyet për cilat jeni mirënjohës dhe mos mendoni se po e teproni. Përkundrazi, sa më shumë që të flisni, aq më thellë do ndjeni mirënjohëse e përpasoj aq më të mrekullueshme do t'jenë frytet e magjisë. Ky ushtrim do t'ju bëjë që magjia e mirënjohjes të shpërthejë me të gjithë forcën e saj në të gjithë aspektet e jetës suaj. Ky konsiderohet si një nga ushtrimet më të fuqishme të mirënjohjes që mund të praktikoni. Jo thash numri 12 është vërtet i rregullit kozmik. Është një numër që është shumë i fuqishëm. Imagjino të vendosësh rregull në gjithë kozmosin. Sa i fuqishëm duhet jesh. Po që se jeni gjithkohën të rrethuar nga njerëz të tjerë, nuk mund ta bëni këtë ushtrim me zë të lartë, ju mund të shprehni mirënjohje ndaj këtyre njerëzve me anë të një letre, ku mund të shkruani të gjitha ato që do doni t'ju thoshnit me zë. Kjo është vërtet e mrekullueshme, mua do më pëlqente shumë. Duke qenë se këtë vit dua të përqendrohem vërtet të shkruarit të letrave. Më duket sikur kemi harruar të shkruajmë letra, kështu që mendoj se të shkruarit të letrave do të jetë vërtet shumë interesante. Pasi të keni mbaruar këtë ushtrim, do të ndjeni një ndryshim të madh në mënyrën se si ndjeni. Ajo çka tregon se forca magjike e mirënjohjes po funksionon mbi të gjitha e para së gjithash është fakti që ajo do t'ju bëjë të ndjeni më të lumtur. Fakti tjetër është se forca e saj magjike do t'ju bëjë që të tërhiqni drejt vetes gjëra të mrekullueshme. Dhe sikur të mos mjaftonin të gjitha këto, lumturia që ju do të ndjeni për ato mrekulli do të shfaqen në jetën tuaj, do bëjë që drejt jush të vërshojë një lumi të gjërash të bukura. Përpasoj, ju do të ndjeni gjithnjë më të lumtur. A nuk është kjo një jetë vërtet magjike? Ja, kjo është pikërisht mënyra se si funksionon forca magjike e mirënjohjes. Dua vërtet që pikërisht në këtë ditë të mundeni që të gjeni vërtet secili prej ju që po arrin të bjerë në kontakt me këtë video, të gjej 3 persona të cilat do t'ju thot faleminderit. A mund t'i them unë e para? Profesor Thanas Goga, faleminderit shumë. Profesor Ervin Goci, faleminderit shumë. Dhe faleminderit shumë edhe miku im Manto Prokopi. Po ju them faleminderit këtyre 3 personave, sepse në radhë të parë ishte profesor Ervini, i cili, po thash Thanasin përpara, por është profesor Ervini i cili më bëri që ta dua më shumë gazetarin. Dhe përveç se të dua më shumë gazetarin, të di të jem edhe një qytetare e denj, pasi na ftonte gjithmonë në protesta. Dhe kam qenë një aktiviste shumë e fuqishme më përpara, më duhet ta pranoj prej disa kohësh, nuk kam mundur të ndjek vazhdimisht protestat që janë bërë. Mendoj se Shqipëria ka nevojë për shumë më shumë reagim, sidomos nga të rinjt. Edhe
Faleminderit profesor që vërtet më ka dhënë mundësinë që t'jem qytetare e denjë dhe ke zgjuar brenda meje këtë shpirtin reagues. Faleminderit. Faleminderit profesor Thanas Goga që ka qenë vërtet një përkrahje e jashtëzakonshme në ditët e mia ndoshta më të vështirat. Ka qenë një periudhë kur unë nuk ndihesha mirë nga ana shëndetësore dhe profesori më sugjeroi mjek të cilët ishin vërtet mrekullueshëm dhe pikërisht për shkak të mënyrës se si më tha se nuk ka asgjë të pamundur nëse ti thjesht mundesh të kërkosh ndihmë dhe kjo ka qenë një ndër gjërat e mia më të vështira për të bërë. Unë nuk kërkoja dot ndihmë. Mendoja se mund t'ja dal për çdo gjë vet. Duke qenë se profesori ma bëri shumë herë më të lehtë për të kërkuar ndihmë, unë arrita të kërkoja ndihmë dhe sigurisht gjeta edhe shërim dhe që prej ditës kur kam filluar të marr mjekimin dhe më vonë kur unë vërtet u përmirësova, çdo gjë në jetën time ka qenë më e mrekullueshme, kështu që faleminderit profesor. Dhe faleminderit Manto Prokopi. Manto është miku im, thash, sepse është koleg në punë. Dhe ndonjëherë kolegët në punë përveç faktit që kalon më shumë kohë me ta se sa me të familjes, kanë vërtet shumë rëndësi në mënyrën se si ti fillon dhe mendon, në mënyrën se si ti i qasesh jetës, sepse nëse ke njerëz që vetëm ankohen dhe vetëm mërzisin gjithkohës, edhe ti do kthesh në një person që vetëm ankohet dhe që vetëm mërzitet, por nga ana tjetër unë kam një mik vërtet shumë të mirë i cili më dëgjon me vëmendje kur kam probleme dhe më thot që hey, mblidhe mendjen, kjo gjëja nuk është vërtet kaq skandal sa ti po e bën, kështu që thjesht qetësohu, merr pak frymë dhe ti je i sigurt që do kaloj për 2 ditë, kështu që mos e vrit mendjen për më shumë se sa duhet. Edhe në një farë mënyrë më mban pak me këmbë në tokë. Kështu që thank you Manto. Në fakt Manto do që unë të flas gjithkohës në shqip, kështu që faleminderit Manto. Nuk e di pse, thjesht ndoshta për ironi të fatit nga që ti më sugjeron dhe më nxit gjithmonë për të folur në shqip, unë thash në anglisht, kështu që nuk e di nëse ti do e shohësh ndonjëherë këtë video, por nëse ti e sheh, faleminderit. Dhe faleminderit edhe profesorët e mi, jeni vërtet mrekullueshëm. Faleminderit, unë kam shumë. Unë gjeta vetëm 3, por kam shumë faleminderit shumë profesoresh Linda, e cila më ka bërë vërtet që ta dua më shumë profesionin tim. Përveç se na mësoi gazetarin, na mësoi se si të jemi njerëz që dim të shkruajmë gjuhën shqipe në mënyrë të përkryer. Dhe kjo përveç se ka qenë një ndihmë e jashtëzakonshme në punën që unë bëj, sepse më duhet, nëse ka një njerëz që duhet patjetër ta shkruajë gjuhën shqipe në mënyrë të mrekullueshme, ajo jam unë, për shkak të punës që duhet të bëj. Dhe vërtet faleminderit profesoresh Linda, është vërtet Linda Mëniku. Duhet patjetër të them edhe emrin sepse është një mrekulli që fakti që kam pasur fatin për të qenë studentja jote. Faleminderit shumë, kam shumë njerëz që mundem t'i falenderoj. Dua thjesht vërtet falenderoj ata persona që më kanë rritur në mënyrë akademike dhe personin që më ka rritur në një farë mënyre në idenë e të mos shqetësuarit më shumë se sa duhet për çështje pune, sepse çështjet e punës nuk do të përfundojnë kurrë. Pra do kesh gjëra për cilat do stresohesh, do kesh gjëra, nëse deri më tani kam lënë punën, stresin e punës të marr më të mirën time, duke u ankuar, ndonjëherë duke rrezikuar edhe shëndetin tim, në këtë rast ky person më ka thënë që nuk duhet thjesht ta vrasësh mendjen për punën, kështu që për stresimet, për streset e ndryshme të punës, jo për punën, që të kuptojmë. Kështu që faleminderit. Janë gjërat vërtet, ndoshta pikërisht në këto 3 gjëra rrotullohet më shumë jeta jonë, pra aktivizmi si njerëz që duhet të jemi aktiv, por edhe dashuria për punën, pikërisht mënyra se si ti të bësh më e mira për punën, shëndeti dhe të mos stresohesh. Këto janë gjëra që kemi ne kryesisht gjatë jetës tonë. Prandaj unë dua të gjeni edhe ju gjëra të tilla
që kanë të bëjnë pikërisht me jetën tuaj, me gjëra që mund të kenë ndryshuar, me gjëra që mund të kenë drejtuar ndoshta në rrugtimin tuaj. Gjeni dhe mos ngurroni të falenderoni. Mirupafshim në videon tjetër.